Unë nuk jam as për të dhënë zgjidhje, as për të mos i dhënë zgjidhje. As të imponojnë mënyrën e votimit, as si të votojnë, as si mos votojnë. Mirë po të është në karahise për shkak të moshës, jo për shkak të një privilegje tjetër. Cilat janë pritjet për sot apo presim sërish përsëritje të asaj që visen mësu tash? Unë për sot nuk pres diçka 3, edhe pse do të dëshiroja të kishte 3, sepse u bë shumë gjatë. Mirë po, kjo nuk varet prej meje, varet prej krerëve të partive politike. Unë jam aty vetëm drejtues teknik, shpeshherë ka edhe keq kuptime me njerëz thonë pse s'po jep zgjidhje kësaj pune. Unë nuk jam as për të dhënë zgjidhje, as për të mos i dhënë zgjidhje. As të imponojnë mënyrën e votimit, as si të votojnë, as si mos votojnë. Mirë po të është në karahise për shkak të moshës, jo për shkak të një privilegje tjetër. Ne shposhimi që tash më shumë se të si janë numra për të shkuar në formë që po të shëroni, pse nuk provoni një formë tjetër ose një zgjidhje tjetër ose një Por zgjidhje do të ketë kur njerëzit i japin të ashishëm, apo të vendosin për me gjetë zgjidhjen. Nëse kam ngulin për të mos gjetë zgjidhjen, nuk gjendet zgjidhja. Zoti Vlehari, nga të gjitha partitë deri tash opozitare janë deklaruar që ju po keq përdorini, decisivisht është termi i tyre që kanë përdorur ndaj juve. Shikoni, po unë e kam dëgjuar, e kam parë edhe nëpër media, po unë s'du të merrem me ta. Thonë, Avni Dehari ka një skenar sekretarisë, edhe një skenar të Albin Kurtit. Skenari vazhdimisht na vjen për sekretarisë, vjen mua, i vjen Sala Jasharit, edhe sekretaria e ka. Edhe unë atë skenar e kam.